Ta shpëtoj synoni këtu të paktën edhe me barazh, pastaj dalë në kupë. Me lojën e sotit Drenica mendoj që ka bërë një hap shumë brapa, për arsye se do ta ketë shumë vështirë të mbijetoj. Bile se detyra trenerit është me vendos lojtarët në pozitat e duara, edhe poshtë lojën, mendoj që në këtë lojë se e kishte rezultatin në favor të vetin, mendoj që treneri me vendosjen e Hamitit si mbrojtës djathtë bëri një gabim shumë të madh për arsye se asnjë tipar të mbrojtësit nuk ka Hamiti. Edhe gole i ra nga ne, po Prishtina pastaj nga ajo anë pati edhe disa sulme, ka mundur dalë edhe fitues. Prandaj e mendoj që përgjithësin për mos me marrë rezultatin në këtë ndeshje ka pasur edhe treneri i Drenicës për arsye se kishte rezultatin edhe ka mundur ma ndryshe të mbrohet ndaj Prishtinës. Kështu që mendoj që Drenica, Prishtina e Re do të jenë ekipet më të rrezikuara, kurse Ferizaj dhe Llapi do të luftojnë cila nga këto dy ekipe kërkojnë mbjetesën përmes. Edhe Dugazini besoj që me humbjen këto. Jo, Dugazini mendoj që i ka dy ndeshje të kupës. Mendoj që ka grupin e lojtarëve mjaftueshëm të fortë për me përballu këtë garë. E ka grupin e lojtarëve me përvojë më shumë në Super League. Po, se këto dy. Sesa këto Ferizaj edhe Ama kjo humbje ka me ndiku të Dugazini besoj. Është humbje ndaj Ballkanit që ndaj Ballkanit, po e majtën, u japën shumë për me marrë, nejtën shumë shtrite, u mundune. Po, këto Po interesant ajo pjesa